Territori i Kosovës për datën 25 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:23, ndërsa perëndimi rreth orës 18. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 12 gradë Celsius. Suarek, 5 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 13 gradë Celsius.